Me një program të bukur kulturor-artistik të përgatitur nga nxënësit dhe mësimdhënësit, Shkolla Fillore Goce Delqev në Gostivar ka shënuar ditën e patronatit. Gjatë kësaj feste nuk kishte fjalime të gjata siç ndodh tradicionalisht, por fjalën kryesore e kishte kënga, vallja, recitalet dhe poezi dedikuar figurave kyçe të edukimit dhe arsimimit, nënës, mësueses dhe shkollës. Krahas nxënësve dhe mësimdhënësve, programi i shfaqur u ndoq nga afër edhe nga një numër i konsiderueshëm i prindërve, të cilët kishin ardhur të përkrahin fëmijët e tyre që performonin në skenë, por edhe të festojnë bashkë me ta shënimin e ditës së shkollës. Ti të them edhe më fal, nëna ime ty, shpesh të kam rënduar, po përse pa, në ushtrin tonë, në çdo fjalë që flet për çon dashuri. Para me e ti hap një botë të tërë me mirësi. Që e do shumë, si do bërë në moshë të familisë, ashtu në më do mua, andaj dhe unë shumë e dua. Referatin kryesor në gjuhën shqipe dhe në maqedonisht e kishin përgatitur nxënëset Ajna Aliji dhe Elena Manasievska, nën mentorimin e mësimdhënëses Valdeta Mislimi. Ndër të parët i kushtohet çështjes që edhe gratët të marrin pjesë aktive në luftën revolucionare. Ai lart e çmonte pikpamjen ndërnacionale me thënien e tij të njohur. Unë e kuptoj botën si fush përgarim kulturor, mes kombeve që e radhit në radhët e humanistëve botëror. Shkolla Fillore Goce Delqev është themeluar në vitin 1976 dhe llogaritet të jetë ndër shkollat më të vjetra të qytetit. Në të, mësimi zhvillohet në gjuhën shqipe dhe në gjuhën maqedonase, ndërsa mësimin e ndjekin mbi 1000 nxënës.